këtu duhet të ketë pak rrezë. Të jetë pak i verdhë, të visi pak i verdhë. Po. E kupton? Dallohen atë s'ka edhe në gusht dallohet që e provon atë, mund ta provosh dhe që ha misër apo sa, ha bar apo sa, e kupton? Se një mallkularie nuk mund ta i bar. Po. Se është mësuar në ata ambientin e mbyllur. E ka poshtë të mite. Po këto pulat nga janë? Në Shkoza. Në Shkoza? Do më shpjegosh pak që si ta dalloj një qytetar pulën apo kaposhin që është i mirë dhe është i rritur vetë. Shpjegimet janë shumë të saktë, s'është ato. Thjesht ato duken dhe në erë, madhi stallës din erë, në momenti që ti e rjepe. Mbushet një erë shumë e lignë në shtëpi. Sot pjesa më e madhe normale që të gjithë ne zok e kemi marrë. Është marrë zok dhe është rritur. Po. E kupton? Zoku vjen nga greku apo nga italiani, qoftë nga mund të vijë apo mund të prodhohet zoku dhe i vendit. Por nuk është pjesa se janë nxjerrë me koçk, se s'ka shanse asnjë. Po. Iku ajo periudhë që në 90 apo 95 apo deri në vitet 2000 që mund të janë nxjerrë me koçk, më kupton? Po pse nuk dalin më tani me vezë? Sepse në fshat ke 3 veta maksimumi, çdo fshat. Ti nisemi sot gjithë fshatrave ka 3 dhe në 10 veta. Nuk ke më shumë. Atëherë në fshatrat ishin 100 shtëpi, të paktën në 100 shtëpi 60 do mbanin në 50 pula deri. Me atë jetesë ishin rritur. Kështu që është na ajo kanë ikë fermerë, e kupton? Në Çeprat ka pasur të paktën 1000 kokë, 1200 kokë. Sot ka 300 kokë, 400 kokë. Deni plas. Shumë. Po ta zësh në Çeprat ka pasur për anë të lopëve, ta flas dhe për lopët, ka pas diku te 70-80 lopë. Sot janë as gjysmë, që Çeprati larg nga Vlora është maksimumi 6 kilometra, më kupton? Po kështu si dallohet pula apo kaposhi që është me dhjamë, është i mirë. Thjesht ketë pak rrezë. Qa duhet ketë? Ketë pak rrezë në dhjamë. Që të vi. Ketë pak rrezë. Dole dhe i pushtë të mirë. Dina i ka pushtë të mirë, të të verë.